Nuhi alayhi salatu wassalam një dua tjetër në surën Nuh. Rabbi gfirli, o Zot mi fal mua. Këtë dua e bante sepse populli vetë e përqeshin Nuhin. Bëjshin shaka dhe bëjshin përqeshje, shiko çfarë anije të madhe po ban në mal për Nuhin. Zatën në kohën e Nuhit u përhap edhe filloi paganizmi i parë, shirku në Allahun subhanahu wa taala. Nuhi e bani këtë dua, Rabbi gfirli, o Zot mi fal mua gabimet. Vali valideje edhe prindve të mi. Shiko edhe prindve të mi, dhe më thonë prindi këtu është shumë pyetje. Pyetje e madhe, pyetje e madhe që për prind me bon dua. Edhe na bëjmë dua në çdo namaz për prindet. Allahumma rabbana atina kulli khayr, rabbana gfirli wa li valideje wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbi gfirli wa li valideje, o Zot mi fal mua dhe prindve të mi. Wa liman dakhala baytiya mu'minan. Edhe kush hin fen time në shtëpinë time, në fen time që janë besimtar, dhe gjithë besimtarve dhe besimtareve. Kretve falja u gabimet, wala tazidi dhalimine illa tebara, e zullumqaret ja Rabi mos i shto fare, por shkatroj tërsisht. Zatën edhe ju bën duaja kabul, çufarët në kohët Nuhit, të cilët nuk e besuan, më shpëtua në anijen, në kohën e tufanit, vërshimit madh, në kohën e Nuhit, edhe i shkatroi çdo ky Zoti i krejtë.